Të dashur miq, nga njëherë nga gojet e njerëzve më të thjesht mund të dalin fjalët më të mëdha që mund të keni dëgjuar ndonjëherë. Në kohën e Hazreti Omerit radhiyallahu anhu, vendosi Hazreti Omeri një ditë të bëj një dua, një lutje pranvarit të Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam në xhaminë e Medinës, edhe aty pranë te vari pa një njeri, një beduin, një fshatar prej rrethit të Medinës që kishte ardhur të bëjë një dua, një lutje pranë varit të Muhamedit alayhi salatu wasalam. Edhe Hazreti Omerit i ra në sy duaja shumë interesante e këtij beduini, këtij fshatari që dukej aq i thjesht. Beduini, ky fshatari, bënte një dua kështu, i kishuar duar dhe thoshte kështu: O Zot, unë jam pranvarit të më të dashurit tënd, Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Andaj, nëse mi fal mua gjinahet, do të gëzohet i dashurit Muhamedi alayhi salatu wasalam, edhe do të shkatërohet, do të mërzitet armiku i që është shejtani, edhe do të gëzohet gjithashtu robi i do të fitoj. Ndërsa nëse nuk mi fal gjinahet mua, do mërzitet ky i dashuri që është në këtë varr. Do të gëzohet shejtani që është armiku i, edhe do të shkatërohet robi i që jam unë. Andaj o Zot, në kohën para islame, te arabët, kur vdiste në një zotëri, në një fisnik i madh, familja e fisnikit i tubonin skleverit, robërit, pranvarit të zotërisë që kishte vdekur, edhe në shenjë respekti për shpirtin e të vdekurit, u afalnin lirinë robërve të tyre. Ndërsa unë jam pranvarit të më të dashurit, Sejidul Alemin, zotërisë së gjithë botrave. Andaj të lutem më fal mua pranvarit të më të dashurit tënd, ja Rabbel Alemin. Ndërsa Hazreti Omeri radiallahu anhu nuk kishte mase që të thoshte në duan e tij dhe i çoi duar dhe tha: O Zot, edhe unë të lutem siç të lut ky beduini pranë meje. Andaj të dashur miq, mos i neglizhoni zemrat më të buta, më të sinqerta, se prej tyre mund të mësojmë urtësi edhe lutje edhe fjalët më të mira që ndoshta si keni dëgjuar ndonjëherë. Wassalamu alaikum.